Kjo që ndodh, nuk është Islami kundër perëndimit, apo feja kundër sekularizmit. Kjo që ndodh, është Islami kundër Islamit. Një kundërshti dhe përplasje që poliqytetet e rënuara, qeveritë e paralizuara, fëmijët e uritur dhe një qytetërim të tërë në prag të kolapsit. Për gati 1400 vite, muslimanët sunit dhe shit kanë bashkëtuar në një armëpushim të brisht. Tani, ky armëpushim po prishet me gjak. Nga Jemeni në Siri, nga Iraku në Liban, dy superfuqi islamike, Arabia Saudite sunite dhe Irani shit, po financojnë milicit, po nxisin luftrat civile dhe po e zvarisin botën muslimane në një konflikt që nuk mund të frenohet më. Dhe ndërsa qeverit flasin për paqe në letër, realiteti në teren është shumë më i errët, sepse kjo luftë nuk është vetëm gjeopolitike, është islamologjike, dhe nuk mund të ndërmjetësosh paqen mes njerëzish që mendojnë se të tjerët janë heretikët, se të tjerët janë pjesa më e keqe. Nuk jemi të qartë cili është më i keq. Asnjë palë nuk rezulton e pafajshme. Palët djegin miliona njerëz në zjarrin e një lufte që nuk e filluan ata, por të cilët ndoshta nuk i shpëtojnë dot. Do ju tregojmë se si një përçarje e lashtë fetare është shndërruar në një luftë civile modern. Një luftë që po i copton kombet islame nga brenda, dhe pse kolapsi mund të jetë i pakthyeshëm. Por kjo nuk filloi me bomba, por filloi me një funeral. Ishte viti 632, në Medinë, gadishulli arabik. Profeti Muhammed preheti pa jetë dhe pa trashëgimtar të emëruar, pa plan trashëgimie. Brenda pak orësh, iftarët e tij më të afërt janë mbledhur në një dhomë të ngushtë, me zëra që bërtasin. Disa thonë se udhëheqja duhet i shkojë Ebu Bekrit, shokut më të besuar të Muhamedit, një njeriu të zgjedhur me konsensus dhe mençuri. Të tjerë refuzojnë. Këmbëngulin se manteli i përket Aliut, kushëririt të Muhamedit, dhëndrit të tij, babait të nipërve dhe mbesave të tij. Udhëheqja duhet të mbetet në linjën e gjakut. Ajo që filloi si një debat, u bë diçka shumë e rrezikshme. U shndërrua në një përçarje teologjike që do të rrjedh gjak për 1400 vite. Mbështetësit e Ebu Bekrit njihen si musliman sunit, njerëz të traditës së profetit. Sot, ata përbëjnë 85% të më shumë se 2 miliard muslimanëve. Mbështetësit e Aliut bëhen musliman shit. Partia e Aliut, një pakicë të përsekutuarish, por të ashpër në bindjet e tyre. Dhe që nga ai moment, secila palë beson se tjetra vodhi shpirtin e Islamit. Por plaga e vërtet, ajo që nuk shërohet kur, vjen 48 vite më vonë. Në vitin 680, në fushat e Qerbelas, atje ku sot gjendet Iraku. Djali i Aliut, Huseini, nipi i profetit, refuzon të njohë legjitimitetin e kalifit në pushtet. Ai e di që është vetë vrasje, por marshon gjithsesi. 72 ndjekës, burra, gra dhe fëmijë, përballë mijëra ushtarësh. Gjenden të rrethuar në shkretëtir, pa ujë, pa shpëtim. Për ditë të tëra janë të bllokuar në vapën e madhe, duke parë buzët e fëmijëve të çahen dhe të rrjedhin gjak nga etja. Më pas vjen masakra. Huseinit i pritet koka. Djali i tij i mitur qellohet me një shigjet ndërsa është në krahet të atit. Nipi i tij shkelet nga kuajt, gratë, familja e vet Muhamedit, zvarriten me zinxhir në rrugë. Për muslimanët shit, Qerbelaja bëhet momenti përcaktues i identitetit të tyre. Jo vetëm histori, jo vetëm tragjedi, por një simbol i vuajtjes së drejtë, i sakrificës kundër tiranisë, i një plage që nuk mund të mbyllet dhe që nuk do të harrohet kurrë. Çdo vit, miliona njerëz mblidhen për Ashuren, duke rrahur gjoksin derisa të nxihen, duke thirrur emrin e Huseinit, disa duke prerë veten në zi ritual, duke ripërjetuar kështu padrejtësinë, duke ripërtërir betimin. Mos harroni kurrë, mos falni kurrë. Dhe kjo ndryshon nga shumë përçarje të mëdha fetare në histori. Kjo nuk është përçarje si ajo e ortodoksëve me katolikët apo protestantët, ku palët pranojnë njëra tjetrën si të krishterë. Këtu jemi në skajet me ekstreme dhe këto ekstreme rriten. Sunitët dhe shitët nuk është se thjesht nuk bien dakord. Ata besojnë se pala tjetër e ka tradhtuar Islamin. Ekstremistët sunit i quajnë shitët rafidha, apo refuzues, apo majus, adhurues të zjarrit. I konsiderojnë apostat që meritojnë vdekjen. Shitët e vijës së ashpër i quajnë sunitët navasib, urrejtës të familjes së profetit, tekfirist, apo ata që i përjashtojnë padrejtësisht muslimanët e tjerë. Përçarja nuk është teologjike, por është ekzistenciale. Për shekuj me radhë, kjo urrejtje qëndroi kryesisht e fshehur. Kalifatet sunite Umajadët në Damask, Abasidët në Bagdad, Osmanët në Stamboll, sundonin pjesën më të madhe të botës muslimane me grush të hekur. Shitët ishin qytetarë të klasit të dytë, të përsekutuar dhe dietarët apo njerëzit e mençur mes tyre ekzekutoheshin. Faltoret e tyre u shkatëruan, por ata mbijetuan. Në Persi, në Irakun Jugor,
në disa zona të Libanit, ata ruajtën traditat e tyre, besimet e tyre, zemërimin e tyre dhe pritën pafund. Ndërsa në vitin 1979, gjithçka ndryshon. Ndodh revolucioni islamik i Iranit, shahu i kurorës, i cilësuar edhe si një diktator laik, i mbështetur nga Perëndimi, përmbyse. Në vend të tij ngrihet Ayatollah Ruhollah Khomeini, një klerik radikal shit me zjarr në sy dhe hakmarrje në zemër. Ai nuk dëshiron vetëm të sundojë Iranin, ai dëshiron të eksportojë revolucion, të zgjojë shitët kudo, të sfidojë çdo monarki sunite në rajon. Khomeini e shpall Iranin kampionin e të shtypurve, një referencë kryesisht për shitët që jetojnë nën sundimin me shumicë sunite. Teherani fillon të derdhë të holla në komunitetet shite në Liban, Irak, Bahrein dhe në vetë provincën lindore të Arabisë Saudite. Arabia Saudite, ruajtësja e dy vendeve më të shenjta të Islamit, Mekës dhe Medinës, shikon me tmerr këtë zhvillim, sepse Arabia Saudite nuk është vetëm një vend sunit. Ajo ndjek vehabizmin, formën më të ashpër dhe të pakompromis të Islamit sunit në top. Një formë mendimi teologjik që i sheh praktikat shite, derimin e Husejnit, pelegrinazhin në Kerbela, ritualet e zis, si herezi, si adhurim i idhujsh. Kështu, sauditët përgjigjen me miliarda dhe financojnë medrese sunite nga Pakistani në Nigeri. Financojnë klerikët që predikojnë se shitët janë devijant. Armatosin grupet fundamentaliste sunite si një mburojë kundër ndikimit iranian. Ajo që prodhohet nga ky qëndrim është një luftë e re e ftohtë. Nuk lufton demokracia kundër autoritarizmit, nuk lufton kapitalizmi kundër komunizmit, luftojnë sunitët kundër shitëve, Arabia Saudite kundër Iranit. Një përplasje teologjike mërie, me fushëbetej të gjithë botën muslimane. Çdo xhami bëhet një qendër rekrutimi. Çdo predikim shndërrohet në armë. Çdo i ri me një ankesë është një ushtar potencial. Dhe prova e parë e madhe vjen shpejt. Saddam Hussein, diktatori sunit i Irakut me shumicë shite, pushton Iranin. Ai është i tmerruar se revolucioni i Khomeinit do të përhapet, se shitët e Irakut do të ngrihen dhe do të arrëzojnë. Arabia Saudite dhe monarkitë e gjirit derdhin miliarda në makinerinë e luftës së Irakut. Armë, inteligjencë, mbulim diplomatik. Irani mbledh popullin e tij, duke paraqitur luftën si një sulm ndaj vetë Islamit shit. Dhe për 8 vite, Irani dhe Iraku bën një luftë të përgjakshme, me armë kimike, sulme në njerëz, deri dhe fëmijë ushtar të dërguar për të pastruar fushat e minuara. 1 milion njerëz vdesin dhe lufta përfundon në një ngërç në vitin 1988. Por mesazhi është i qartë, konflikti mbetet. Më pas, në vitin 2003, Shtetet e Bashkuara marrin vendimin për t'i vënë flakën të gjithë rajonit. Amerikanët pushtojnë Irakun dhe rrëzojnë Saddam Husseinin, si dhe japin pushtetin shumicës shite. Papritmas, Irani ka një aleat të udhëhequr nga shitët pikërisht në kufirin e tij dhe bota sunite është në panik të plot. Në vitin 2004, mbreti Abdullah i Jordanis paralajmëron për një gjysmën shite. Një hark ndikimi iranian që shtrihet nga Teherani përmes Bagdadit dhe Damaskut deri në Beirut. Arabia Saudite shet tani më kudo, armiq dhe retorika bëhet edhe më e egër. Në vitin 2017, princi i kurorës saudite Mohammed bin Salman e quan udhëheqësin suprem të Iranit Hitlerin e ri të lindjes së mesme. Ayatollah Khomeini kundërpërgjigjet, duke e quajtur familjen mbretërore saudite një pemë të mallkuar. Dhe kjo nuk është më diplomaci, por një gjakmarrje e veshur me gjuhë fetare, gati që të përpijë 4 vende: Irak, Siri, Yemen, Liban. Miliona njerëz, breza të tërë dhe të gjitha të bëra pluhur nga një luftë që nuk e filluan ata. Le të fillojmë me Irakun, sepse këtu është vendi ku zjarri sektar digjet më fort. Pasi Shtetet e Bashkuara rrëzojnë Saddamin në vitin 2003, shumica shite e Irakut më në fund shijon pushtetin pas shekuj shtypjeje. Por në vend të pajtimit, qeveria e re e udhëhequr nga shitët merr hak. Zyrtarët sunit spastrohen, komunitetet sunite marginalizohen. Milicit shite të mbështetura nga Irani veprojnë pa u ndëshkuar. Kryengritja sunite shpërthen dhe Al-Qaeda në Irak, një grup xhihadist sunit, vendos ta përkeqësojë situatën. Shkurt 2006, xhihadistët bombardojnë xhamin Al-Asqari në Samara, një nga vendet më të shenjta në Islamin shit. Kupola e artë shembet në një rrymë dhe përgjigja është e menjëhershme dhe brutale. Milicit shite, të armatosura dhe të trajnuara nga Irani, shkojnë derë më derë në lagjet sunite dhe tërheqin zvarr burrat në rrugë. Më pas i ekzekutojnë dhe lënë trupat e tyre rrugëve si paralajmërim. Militantët sunit hakmeren me makina bombë në tregjet shite. Sulmeve të vrasëse ndodhin në xhamit shite gjatë lutjeve të së premtes, ndërsa Bagdadi shndërrohet në thertore sektare. Numërimi i trupave të pajet është me qindra çdo javë.
Vare masive zbulohen në vende të zbrasta dhe qindra familje largohen nga shtëpitë e tyre në mes të natës. Dhjetëra mijëra vdesin vetëm në vitet 2006 dhe 2007, ndërsa në vitin 2014 gjërat përkeqësohen. ISIS, shteti islamik përhapet në të gjithë Irakun dhe në Siri, si Murtaj, dhe njerëzit e ISIS nuk janë vetëm kryengritës. Ata janë xhihadistë sunit që besojnë se shitët janë apostat që meritojnë vdekjen. Ushtarët e ISIS pushtojnë Mosulin, qytetin e dytë më të madh të Irakut, brenda një dite të vetme. I drejtojnë të burgosurit shit në brigjet e lumenjve dhe i ekzekutojnë, duke i lënë trupa të notojnë poshtë rrjedhës së lumit, si mesazh terrori. Shkatërrojnë faltoret shite, skllavërojnë gratë shite, kryejnë mizori të filmuara me kamera. Milicit shite të mbështetura nga Irani mobilizohen për të luftuar dhe dhjetëra mijëra luftëtar përmbyten përtej kufirit. Lufta për të mposhtur ISIS i bëhet një tjetër masakër sektare. Kur ISIS më në fund shtypet, në vitin 2017, numri i të vdekurve është tronditës. Qindra mijëra të vdekur dhe miliona të zhvendosur, qytete të tëra si Mosuli dhe Ramadi të shndërruara në rënoja skeletore, ndërtesa gërmadha, rrugë të mbuluara me kratere, trupa ende të varrosur në rënoja dhe ndarja sektare, tani më e përhershme. Lagjet sunite janë të ndara. Milicit shite kontrollojnë provinca të tëra. Besimi mes komuniteteve është zhdukur. Iraku është i copëtuar përtej çdo mundësie për ripërtëritje. Por Iraku nuk është vendi në situatë më të keqe. Ky nderi përket Sirisë. Mars 2011, pranvera arabe arri në Damask. Sirianët dalin në rrugë, duke kërkuar liri nga Bashar al-Assad, një diktator, familja e të cilit ka sunduar për më shumë se 40 vite. Asadi i përket alavitëve, një sekt i vogël që është dege e islamit shit. Vetëm 13% e popullsisë së Sirisë, protestuesit pra, janë kryesisht sunit dhe brenda disa muajsh, Asadi e shndërron Sirinë në sektarizëm. Ai e përshkruan kryengritjen si një komplot terrorist sunit, një komplot nga ekstremistët për të shkatëruar Sirinë. Irani këtu sheh një mundësi për të mbrojtur aleatin e tij të vetëm arab Hezbollahu. Milicia shite e mbështetur nga Irani dhe nga Libani vërshon në Siri. Mijëra luftëtar, garda revolucionare iraniane, milicit shite irakiane, nuk janë atje për të rivendosur rendin. Ata janë atje për të shtypur sunitët. Nga ana tjetër, Arabia Saudite, Turqia dhe Katari derdhin armë dhe para në grupet rebele sunite. Disa janë të moderuar, disa janë xhihadist, nuk ka rëndësi. Të gjithë urrejnë Asadin, dhe Siria bëhet kështu një makinë mishi. Forcat e Asadit bombardojnë lagjet sunite, spitalet, shkollat, njerëzit në radhët e bukës. Rebelët bombardojnë fshatrat alavite, ekzekutojnë ushtar të kapur, kryejnë mizoritë e tyre. Përdorin armë kimike, rrethime, imponojnë fushata urie. Deri në vitin 2024, mbi 500.000 sirian kanë vdekur. 14 milion kanë ikur, do me thënë më shumë se gjysma e popullsisë së vendit. Qytetet e lashta si Aleppo dhe Homs janë bërë peizazhe hënore. Lagjet të tëra janë zhdukur. Familje që jetonin krah për breza. Tani janë armiq gjaku. Dhe në dhjetor 2024, ndodhe pa imagjinueshmja, regjimi i Asadit shembet. Një grup islamist sunit i quajtur Hayat Tahrir al-Sham pushton Damaskun pas një ofensive të rrufeshme. Për një moment, ka shpresë se ndoshta Siria mund të rindërtohet, se ndoshta makthi ka marrë fund. Por asgjë nuk ka mbaruar, sepse tani shumica sunite dëshiron hakmarrje. Fshatrat alevite bastisen, ish zyrtarët e regjimit nxirren me forcë nga shtëpitë e tyre. Në mars 2025, shpërthen përleshje sektare, me qindra njerëz vriten, cikli vazhdon. Ndërkohë në Yemen, diçka edhe më katastrofike po zhvillohet. Shtator 2014, Houthit, një lëvizje rebele shite nga veriu i Yemenit, marshojnë drejt kryeqytetit Sana. Rrëzojnë qeverinë e udhëhequr nga sunitët dhe marrin pushtetin. Arabia Saudite e sheh këtë si një pushtim nga Irani në pragun e saj. Në mars të vitit 2015, një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite fillon bombardimin e Yemenit. Për gati një dekadë, avionët luftarak saudit bombardojnë vendin pa pushim. Mbi 25.000 sulme ajrore, deri dhe dasma të bombarduara, funerale të shndërruara në vende masakre, spitale të kthyer në rënoja. Një sulm godet një autobus shkolle plot me fëmijë, 40 të vdekur, shumica në moshën 10 vjeç. Sauditët flasin për luftë preqise, ndërsa trupat e viktimave dëshmojnë një histori tjetër. Houthit kundërsulmojnë duke qelluar dronë dhe raketa thellë në territorin saudit. Objektet e naftës goditen, aeroportet gjithashtu dhe lufta përhapet përtej kufive. Por janë civilët e Yemenit ata që vdesin,
sepse Arabia Saudite vendos bllokat. Karburanti nuk mund të hyjë, ilaçet nuk mund të hyjnë, ushqimi nuk mund të hyjë. Deri në vitin 2025, shifrat janë apokaliptike. 18.2 milion jemenas, më shumë se gjysma e popullsisë, kanë nevojë për ndihmë humanitare vetëm për të mbijetuar. 17 milion janë të pasigurt për ushqim e përditshëm. 5 milion janë në prag të urisë. Nënat shohin foshnjat e tyre të vdesin nga sëmundje që mund të kurohen me një antibiotik që kushton vetëm $5. Jemeni ka vuajtur gjithashtu nga shpërthimi më i madh i kolerës në historinë moderne, me mbi 1 milion raste. E gjitha kjo, sepse lufta shkatërroi sistemet e ujit. OKB-ja e quan këtë krizë më të keqe humanitare në botë dhe është rezultati drejtpërdrejt i luftës me sunitëve dhe shitëve. Arabia Saudite dhe Irani pretendojnë të dyja se po mbrojnë Islamin, por fëmijët jemenas po vdesin urije në emër të Allahut. Dhe mëtej është Libani, një vend që po vdes ngadalë në vend që të vdes shpejt. Hezbollahu, milicia shite e mbështetur nga Irani, jo vetëm vepron, kontrollon Libanin. Në Liban, Hezbollahu ka më shumë armë se ushtria libaneze, ka më shumë para se qeveria, udhëheqësi i saj, merr vendime që anashkalojnë zyrtarët e zgjedhur. Kur Hezbollahu vendos të shkojë në luftë në Siri për të luftuar për Asadin përkrah forcave iraniane, Libani paguan çmimin. Komunitetet sunite në Liban shikojnë me tmerr situatën, ndërsa Hezbollahu e tërheq vendin në një konflikt sektar. Ekonomia po shembet, monedha humbet vlerën, sistemi politik është i paralizuar. Deri në vitin 2024, mbi 80% e libanezëve jetojnë në varfëri shumë dimensionale. Vendi që dikur quhej Parisi i lindjes së mesme, tani është një shtet i dështuar dhe ndarja midis komuniteteve sunite dhe shite rritet çdo ditë. Por ja çfarë bën këtë edhe më tragjike? Nuk ka të bëjë vetëm me qeveritë dhe milicit, ka të bëjë me njerëzit e zakonshëm që jetojnë në terror çdo ditë. Në Bagdad, familjet sunite nuk u tregojnë fëmijëve të tyre shit se cilit sekt i përkasin, sepse emri i gabuar, lutja e gabuar, mund t'i çojë në vdekje. Këta janë të gjithë njerëz që duhet të jenë në fakt fëmijë, miq, koleg, por në vend të kësaj janë armiq potencial. Gjatë Ashures, dita më e shenjtë në kalendarin shit, ku miliona mblidhen për të vajtuar vdekjen e Husejnit, ekstremistët sunit kanë bombarduar turmat në Bagdad. Bombarduesit vetvrasës të ISIS-it kanë goditur treg shit gjatë Bajramit. Dhe në shenjë hakmarrjeje, milicit shite më pas bastisin lagjet sunite dhe bëjnë arrestime arbitrare, rahin dhe zhdukin njerëz. Të rinjt musliman në të gjithë rajonin detyrohen të zgjedhin, ose të bashkohen me një milici sunite ose me një shite, ose rrezikojnë të etiketohen si tradhtar. Nuk ka mbetur më tokë neutral dhe miliona kanë ikur. 4.5 milion të zhvendosur brenda vendit, vetëm në Yemen. Mbi 5.5 milion sirian të shpërndar në përkampet e refugjatëve në Turqi, Jordani, Irak, Egjipt dhe Liban. Shumë prej tyre jetojnë në tenda për një dekadë tani. Fëmijët e tyre rriten pa shtetësi. Familje të ndara, komunitete të fshira, breza të tërë të traumatizuar. Por helmi po përhapet përtej zonave të luftës. Në Pakistan, ekstremistët sunit masakrojnë pakicat shite dhe komunitetin Hazara me sulme të synuara. Në Bahrein, një monarki sunite shtyp me dhunë protestat shite. Në provincën lindore të Arabisë Saudite, komunitetet shite përballen me diskriminim sistemik dhe në internet, në TikTok, në YouTube, në Telegram, propaganda sektare qarkullon pafund. Klerikët e financuar nga Arabia Saudite predikojnë se shitët adhurojnë idhuj, se janë ata që e kanë korruptuar Islamin, ndërsa kanalet e mbështetura nga Irani i quajnë sunitët takfirist, ekstremist, armiq të familjes së profetit. Të dyja palët po radikalizojnë një brez të ri, duke u mësuar fëmijëve të urrejnë muslimanët e tjerë. Umeti, koncepti i një bashkësie të unifikuar islame, supozohet të jetë themeli i identitetit musliman. Një bashkësi, një besim, një vëllazëri, por në fakt është një gënjeshtër dhe muslimanët e dinë këtë. Por, ku konkludon e gjitha kjo? A ka ndonjë rrugdalje? Në mars të vitit 2023, pati një moment shprese, Arabia Saudite dhe Irani, pa 7 vitesh marrëdhëniesh të ndërprera diplomatike, ranë dakord të rivendosnin marrëdhënie. Marrëveshja u ndërmjetësua nga Kina, jo nga Shtetet e Bashkuara. Një shenjë kjo se si po ndryshon pushteti. Të dyja palët u zotuan të ulnin tensionet, të ndalonin nxitjen e luftrave me ndërmjetës, të respektonin sovranitetin dhe mos ndërhyrjen. Edhe në Yemen pati përparim. Një armpushim u mbajt gjatë pjesës më të madhe të vitit 2023 dhe në vitin 2024. Luftimet ranë në niveli më të ulët ndër vite,
Civilët mund të lëvizni më lirshëm. Karvanët e ndihmave mund të arrini në komunitetet e uritura. Për herë të parë në një dekadë, nënat jemena se guxuan të shpresonin, por nuk ishte paqe. Ishte thjesht lodhje dhe armushim i momentit. Arabia Saudite e kuptoi se po derte miliarda kot. Reformat e saj ekonomike të vizionit 2030 kanë nevojë për stabilitet, jo për luftë. Irani, i shtypur nga sanksionet dhe i përballur me protesta në vend, kishte nevojë për lehtësim nga presioni ndërkombëtar. Kështu që ranë dakord të ndalonin konfliktin, por jo për ta përfunduar atë, për ta ndalur. Konflikti nuk ka mbaruar, thjesht po ndryshon formë. Hezbollahu në Liban, i goditur nga sulmet ajrore izraelite në vitet 2024 dhe 2025, humbi luftar, komandant dhe besueshmëri. Por është ende aty, ende i armatosur, ende i mbështetur nga Irani. Sepse ja, kjo është e vërteta brutale. Kjo luftë nuk ka rrugdalje. Si ekstremistët sunit, ashtu edhe ata shit, besojnë se kanë të drejtë hyjnore. Kompromisi nuk është vetëm politikisht i vështirë, është teologjikisht i pamundur. Si negocion dikush paqen, me dikë që beson se është heretik i destinuar për në ferë, ndërsa udhëheqësit përfitojnë nga mbajtja gjallë e urrejtjes dhe frika sektare që i mban popullatat besnike, duke justifikuar sundimin autoritar. Frika në popull shpërqendron vëmendjen nga dështimi ekonomik dhe korrupsioni. Në Irak, milicit shiite kanë më shumë pushtet se sa qeveria e zgjedhur. Në Liban, Hezbollahu kontrollon shtetin. Në Arabinë Saudite, monarkia përdor frikën nga ekspansionizmi iranian për të justifikuar goditjet ndaj mospajtimit. Në Iran, teokracia përdor frikën nga ekstremizmi sunit për të shtypur opozitën e brendshme. Sistemi është projektuar për të përjetësuar konfliktin. Edhe nëse miliona vdesin nga uria, edhe nëse qytetet digjen, pushteti është më i vlefshëm se sa paqja. Ndërkohë, radikalizimi vazhdon të përhapet. ISIS, megjithse i dobësuar, ende ekziston, rekruton dhe vret. Milicit shiite në Irak dhe Siri brutalizojnë komunitetet sunite, duke siguruar që brezi i ardhshëm të rritet duke dashur hakmarrjen. Në internet, cikli i demonizimit nuk ndalet. Klerikët fundamentalist sunit i quajnë shitët adhurues të djallit që përdosin islamin. Predikuesit shit të linjës së ashpër tallen me figurat sunite dhe lavdërojnë dhunën kundër armiqve të familjes së profetit. Të dyja palët e kanë përdorur historinë si armë, duke i shtrembëruar ankesat 1400 vjeçare në justifikime moderne për vrasje. Dhe rezultati, një brez muslimanësh që besojnë se armiku i tyre më i madh nuk është varfëria, autoritarizmi apo ndërhyrja e huaj, por janë muslimanët e tjerë. Por, janë disa muslimanë të rinj që po e braktisin plotësisht besimin, të zhgënjur nga udhëheqësit që predikojnë unitetin ndërsa financojnë milicit, ndërsa të tjerë dyfishojnë përpjekjet, duke u bashkuar me grupet ekstremiste, të bindur se po bëjnë luftën e Allahut. Sidoqoftë, bota muslimane po përçahet, jo nga pushtimi i jashtëm, por nga brenda. Islami kishte për qëllim të bashkonte 2 miliard njerëz në një flamur, një Zot, një profet, një komunitet. Por në vend të kësaj, Islami po shkatëron veten. Jo për shkak të kryqtarëve perëndimor që sulmojnë portat e qytetit, jo për shkak të fuqive koloniale që vendosin kufi arbitrar, por muslimanët po vrasin musliman të tjerë në emër të Zotit. Ndarja sunite shiite ka ekzistuar për gati 1400 vite. Për pjesën më të madhe të kësaj kohe, të këtyre shekujve, ajo zjente, donjëherë duke u vluar, shpesh duke u ftohur. Por në epokën moderne, është përdorur si armë. Është shndërruar në një mjet për dominim gjeopolitik nga Arabia Saudite dhe Irani. Është përdorur për të justifikuar gjenocidin nga grupe si ISIS. Është shfrytëzuar nga udhëheqës autoritar që kujdesen më shumë për pushtetin se sa për besimin dhe kostoja është pothuajse e pallogaritshme. Jemeni, Siria, Iraku, Libani nuk janë vetëm vende në krizë. Janë paralajmërime për atë që ndodh kur plagët e lashta hapen për luftrat moderne. Për atë që ndodh kur feja bëhet armë në vend që të jetë udhërfyesi shpirtëror. Për atë që ndodh kur njerëzit me agjenda rrëmbejnë besimin për pushtet. Arabia Saudite dhe Irani kanë shterur thesaret e tyre, kanë dëmtuar reputacionin e tyre, kanë destabilizuar rajonet e tyre dhe nuk kanë fituar asgjë. Bota më e gjerë muslimane ka pësuar një goditje katastrofike ndaj autoritetit të saj moral. Bota e ka parë Islamin të coptohet, por ja gjëja që ka më shumë rëndësi. Islami nuk është në thelb në luftë me veten, njerëzit janë në luftë mes tyre, duke përdorur Islamin si flamu. E vërteta është se, në shumicën e vendeve, sunitët dhe shitët kanë bashkëtuar në paqe për shekuj me radhë, janë martuar mes tyre, kanë ndarë lagje, kanë rritur fëmijë së bashku. Në Irak, para vitit 2003, martesat e përzira suni-shite ishin të zakonshme.
Në Liban, para luftës civile, lagjet ishin të integruara. Në Yemen, para vitit 2014, ndarja suni-shiit me vështirësi ishte edhe politike. Kjo histori nuk fshihet, por ajo është varrosur në peshën e traumave të luftërave. Nëse brezi i ardhshëm refuzon të jetë pengi i urrejtjes të së kaluarës, paqja bëhet më e vlefshme se pushteti. Atëherë pajtimi është i mundur. Zgjedhja është e tyre, teksa koha kalon. Çdo ditë që lufta vazhdon, plaga bëhet më e thellë. Çdo masakër e bën pajtimin edhe më të vështirë. Çdo predikim sektar radikalizon një të ri tjetër dhe çdo vit që kalon, kujtimi i bashkëtesës paqësore zbehet. A mund ta rimarri muslimanët umetin dhe ta kapërcejnë këtë ndarje 1400 vjeçare? Apo urrejtja është e rrënjosur? Plagët janë shumë të thella dhe strukturat e pushtetit janë tërësisht të investuara në konflikt? Mast Channel. Please subscribe.